Mu kuar stëf të në në Ku I keni shontat? Pse? Juve puna, ka jeni ju stafi I ushqyeshmërisë. Qyteti ma, a dini që Të e shryt na I kanë, ha? Ka aktivitete sportive të ndryshme, varet tash edhe prej klientëve se çfarë dëshirojnë. Përgjithësi është njëjtë, çmimet I kemi të njëjta. Në fillim është masi është zonë e fëmijëve edhe ku është pak ma thellë, edhe kemë ma shpesh intervenime. Mundohemi me majtë terren, mundohemi me ndihmu. Minutat janë shumë të mëdha nëse si je I koncentruar të në kohën në ujë. Se është moment që të hu, për një minutë të hu fëmija. Për atë dush më koni koncentruar të në kohën për vendin e punë. Zbesoj që ka pishinë më të mirë në Kosovë. Jam punëtore e pikën e parë këto dhe sot kena fillu do me thonë me hapjen edhe njëherë, po besoj që ka me shku mirë. Kam ardhur në pishinën e Kërmis, sepse më pëlqen shumë, ka një pamje të bukur, si dhe ashtu është shumë bukur këtu, të shohësh se si njerëzit lahen, dhe po ashtu shqyqyrë për neve se që është hap bazenti I Kërmis, sepse njerëzit kanë pas shumë nevojë për freski. Kam ardhur pra edhe në pishinë, pra që është edhe hapja e pishinës. Vi shpesh, vizitoj edhe pishina tjera, po kjo është më afër dhe edhe vi më shpesh. Shpjedohet që pishinë? Mirë, ujë pak I ftohtë, po më përgjithësi mirë.